Sot që nga dita e momenteve të sinqerta në Big Brother, për cilat sinqerisht shtëpia ka shumë nevojë. Shiheni këtë skenë. Episodet e para fare që kemi bërë të një bisedë që na bën në jetë. Në prindme. Pra është një moment shumë interesant mes Mirit dhe Kristit, ku Kristi qëndron pranë sepse Miri është i përmalluar, është i përlotur, pra është një moment tepër njerëzor, siç ishte ai momenti gjithashtu njerëzor mes Luizit dhe Stenaldos, kemi edhe këtë tjetrin, që janë momente shumë të domosdoshme për shtëpinë. Mos harrojmë, presioni është i madh. Presioni i izolimit, malli për familjen e kështu me radhë, vjen një moment dhe akumulohet dhe shpërthen në lot tjetri. Ky nuk është viktimizim, sepse pash që shumë komente janë u viktimizu dhe Miri, nuk është viktimizim ky, nuk quhet viktimizim, se edhe burrat qajnë ndonjëherë. Dhe është krejt normale të qash, dhe sa më shumë momente të tilla të ketë shtëpia, aq më e bukur duket shtëpia. Tani do t'i hasim shpesh këto. Pse? Sepse loja sa vjen edhe agravohet, ditët kalojnë, malli bëhet më i fortë, presioni më i fortë dhe do kemi shpesh këto momente. Dhe duhet bëjmë një ndarje mes viktimizimit dhe sinqeritetit, mes viktimizimit dhe njerëzillëkut. Dhe nuk është e mira që me komente e kështu me radhë ti përlym këto momente njerëzore duke i quajtur jo viktimizim, jo lojë, jo skem, jo budalliqe. Dallon kur është skem dhe dallon kur është vërtet. Kjo ishte e vërtet. Edhe bravo Kristi që i qëndron afër, edhe Miri nuk gjykohet fare në këtë rast, sepse është vërtet organike që ti të shpërthesh ndonjëherë dhe të kesh ato momentet e tuaja, po themi të dobësisë apo të melankolisë apo të mallit apo ku diun se çfarë. Është krejt normale. S'është viktimizim.